E ani në studio, falenderoj shumë që jeni sot me mua Arsem. Studio më e mirë. Lutem. Më e mirë ti. Lutem. Po më njerë mas të përshëndetje Amira Toni dhe faleminderit që jeni në studio sot. Përndryshe me Arsimin që sa ko bëjmë biseda më realizu një intervistë studio për që vjen 8 vjetori me pas Arsimin kanape, nuk më ka marrë mendja. Faleminderit shumë që jeni në studio. Kam meritu vetë me qenë. Kam meritu vetë me qenë Arsimi, kështu një 45 minutë kështu për jetën e Arsimit dhe ve. Ta kompremtu që kam ta dhënë në intervistë, po sot kena më folur për televizionin. Po, Arsim, çfarë ndjerësie të jap këtë 8 vjetor? Mos fare, unë edhe përmes emisionit tam ja urova fillimisht stafit të televizionit të shtatë për vjetorin. Sigurisht më falenderoj dhe shikuesit që e kanë mbajtur këtë televizion. Realisht ne angazhohemi çdo ditë në punë, po s'kishte pas kur fare peshën nëse ne nuk kishim pas ku na më drejtu. Kështu që falenderimi veçantë për gjithë ata shikues të cilët qëndrojnë para ekranit për të na përcjellur neve. Unë gjithmonë tham që një pjesë e shikuesve të mi të emisionit frontal bëhen gati për me kthyer shkëmbën. Prandaj më shikojnë mua një pjesë për më ardhur te emisionit. Vela edhe kur kryhet frontalit i selem pa ju tregu që çka i pret pas pak kështu. Kur përmendet ky 8 vjetore se sot që jemi këtë cilë gjatë që vjen më shumë të mend ose çfarë të kujtohet kështu instinktivisht lan. Fillimisht diçka që edhe më kujtohet që diskutojmë pak më herët është sa shpejt shkuan këto 8 vjet. Domethënë më duket sikur dje kena nisë punën. Po kur e mendoj fillimi ka qenë fillim jashtëzakonisht një ngarkesë jashtëzakonisht e madhe, një fillim shumë i vështirë, një përgjegjësi shumë e madhe. Po nesër unë jam prej ditës parë, domethënë në televizionin të shtatë, dhe po fillon gjithçka nga e para. Nuk është që kishëm atë shumë njohuri se si themelohet një televizion. Ne supozoj që ishëm do djemë do vajza që kishëm punu në për mediumet ndryshme, kishëm themelu mediumet ndryshme për shembull Expressin, Beroti, Leonardo. Po një frymë jashtëzakonshëm, një frymë shumë rinore në atë fillim të televizionit. Dhe vazhdon edhe sot, që kjo band veçante dhe që më pëlqente televizionit të shtatë, është që ka ruajtur një farë atmosfere, një farë ambienti shumë pozitiv, edhe që kjo ka mbajtur edhe punën, edhe përkushtimin që kanë stafi këtu. Pikërisht kjo atmosfera që ekziston edhe këtu, po ekziston edhe në të shtatë. Amir, për ty, ky 8 vjetor, po është viti i dytë që gjenë si producent ekzekutiv, kështu që sa është rëndësishme mbase ta bëjmë këtë riformulim të punës që është bërë këto 8 vite, pavarësisht që ne jemi bashkuar televizionit pas gati pa i bërë një vetë televizionin, kështu që si e formulon ti pak a shumë 8 vjetorin? Në fakt, një Silani edhe mu sot nuk ka shku dita, tu i mendu se sa shpejt kanë shku këto 7 vite, dhe në kur e menon 11 vite në një televizion tjetër, dhe ta 7 vite këtu që gati e ka bri, shumë e pabësueshme, edhe që fillime që nuk kanë qenë shumë edhe bashkë të leta, sepse me u largu për një televizionin pas 11 vite, është goxha, do më thonë përvojë dhe eksperiencë dhe me nis dikun në një televizion të ri, por që në fakt ka qenë, si që tha edhe Lani, atmosfera dhe energjia që është vazhdimisht në të shtatë dhe që ta bën shumë atë lehtë punën. Ndërkohë, si producent ekzekutiv natyrisht është shumë e rëndësishme. Ky përjetor dhe realisht u rrit këta numrat, rritet edhe kjo përgjithësia. Edhe këto viteve të fundit kemi pasur absolutisht të shtatë që ka pasur prej fillimit, po gjërat kanë ndryshuar, jetës sociale kanë bërë të vetën, dinamikat e kanë bërë të vetën, trendet po ashtu, edhe jam shumë i lumtur që kemi pas bashkërisht si ekip në të gjitha sektorët, domethënë tu nis prej informacionit deri te Arktus, projekte shumë të rëndësishme që po. Absolutisht po, sepse puna e gjithë më pas ndikon në këtë suksesin që është sot. Edhe që të gjithë sektorët pra kanë arritur që të jenë të pranishëm përveç në televizor, por edhe në rrjetet sociale shumë fuqishëm, që sot është shumë e rëndësishme edhe kjo u bën shumë të lutur që secili prej autorëve e kanë ndje përgjithësinë që emisionin e vet, punën e vet me pas sa më të pranishëm në rrjetet sociale. Amira përmend vet, jam shumë kurioz, unë e di, po jam shumë kurioz bashkë me shikuesit këtë tranzicionin pas 11 viteve atje për me ardhjen të shtatë. Çfarë ta lehtësoi më shumë ti ardhjen të shtatë përveç kësaj energjisa të mire, sa ishte për ty e para ka qenë shoqëria me ty edhe me Adelin, domethënë 3 vjet me ardh ka qenë shumë e lehtë dhe më e përballueshëm ndryshimi. Në anën tjetër ka qenë stafi, një pjesë e mirë e stafit kanë qenë 3, energjia ka qenë shumë e mirë, stafi ka qenë shumë bashkëpunues, edhe po ashtu sepse në atë kohë kur kemi ardh, projekti jon i përbashkët ka qenë emisioni i mëngjesit. Edhe ne po përgatitshëm që realisht me mëngjesin me nis pikërisht në përvjetorin e parë të shtatës që e kishte. Dhe përfundum Arsimit që kur nuk i ka pëlqyer edhe nuk i ka ardhur mirë që ja kemi shpërzuar për këtë emision. Çat ditë na bën halal, një vjetor me televizionin. Kamën e mortë tani apo do. Se na realisht përmbajtësisht kemi qenë shumë gati, dhe thjesht vetë çështja e studios deri në momentet e fundit madhe kur na
Mariane ka qenë regjisor në atë kohë, edhe që tha, unë në këtë studio s'më me bërë misionin, edhe jemi partë realisht të studio. Dhe më të kanë qenë çështje minutash. Kështu që ajo, por në përgjithësi, për pyetjen që bane, ka qenë stafi edhe energjia në të shtatë. Po pëse edhe për ty Lana, ordja nga klani, po pëse e ka bërë ma? Në fakt jo, unë kom ardhur nga RTK-ja. Nga RTK-ja Ka shëtit pa klani. Dhe këto është habia e njerëzve kur unë ju tregova në RTK fillimisht drejtori gjeneral me të Shalja. Thash, unë e pila punën në RTK, televizionin publik, dhe po shkoj në një projekt që nuk dihe dhe më cili ka me qenë fati i një projekti që veç ishte ideu që ka me ndodhë, se unë kom ardhë edhe ma herët për para se me fillu transmitimi. Edhe ka qenë habia ti dhe të gjithë njerëzve kur ju kom tërgu që unë po e la televizionin publik me një sigurit jashtëzakonshme të funksionime dhe gjithë shka tjetër. Po në televizion të ri në nisje? Në nisje që nuk dije se çka do të rrjedh. Edhe janë habit krejt njerëzit për këtë vendimin që pa ta marrën, vendim ky që unë kur nuk i bi peshman. Janë bënë 8 vjetë, edhe asë një moment, bile RTK më pa dhonë një mundësi që një vetë me pas mundësinë unë e më këthy. Mentorin pa thonë, shko, këshërë provu, edhe këshërë. Me biletë fysa? Absolutisht, ja. Se ka shfrytzu biletën lane. Jo. Halo e ka? Edhe halo e kam qatë biletë, por nuk kam arsye me më këthy. Dhe më thonë, u kanë gjithë ditë në të shtatë jo që jem këtu, po unë nuk më mirajt asju as kërkon këtu, dhe më gjithë ditë të shtatë o me mirë se tjetra. A dhe kur nuk vjen një moment me thonë çka bona që e lash për shani medium publik, edhe erdhën televizionin të shtatë. Nuk je pishman? Jo, absolutisht. Amer? Jo, absolutisht jo. Jo, sot të thash një diçka në Kosova Live me Leon sa ishim bised, edhe mas si e thash i rash me njëherë pishman. Çka tha? E thash që energjia këtu është, domethënë, njerëz natyrisht në televizion vinë e shkojnë, që është fakt, se edhe na sot jemi këtu, nesër nuk jemi, shkojmë në RTK me biletë. Po të shtatë si televizion, si medium e ka qatë energjinë. Madje, unë e ceka edhe në emision që kur vinë njerëzit që kanë produktet e jashtme, që i sjellin në të shtatë, domethënë që në takimin e parë vendosit që me qëndru këtu, me gjithë, ndoshta edhe ofertat dhe diskutimet që janë bërë dhe në media tjera. Se është energjia që i të rejsh. Kështu që edhe këtu, ne mundemi sot me qenë, nesër mos me qenë, po energjia vazhdon. Nuk na të ndojnë ofertat. Shumë normale. Jo, se nështë ta palidhe, jem televizion tonë, diçka që unë kom lëviz në për shumë mediume, në për shumë televizion, kom punuar KTV, kom punuar Klan Kosova, kom punuar në RTK, po flas për televizione. Ajo që e kom gjetë këtu dhe gjanë së cilë që punon këtu është liria absolute që ka njerëzit me bë punën e vetë. Për një gazetar, nuk ka ma të rëndësishme se sa liria për me punu qysh, te menon që është ma mirë. Fakt, të shtatë që ka pas. Edhe nuk ka politika redaktoriale realisht që të penalizon të me intervistu dikënd ose me realizu diçka në cilën është një liri realisht shumë... Ku me pas politikë për shembull... Për ata që e shfrytëzojnë autorët, që duan shumë këtë punë, shfrytëzojnë shumë... Unë po flas për kohën fillimet, se tani më ndërtu tash dihet gjithçka që funksionon. Për shembull përpara, unë e mojsha një linjë tjetër redaktuese, si redaktori i televizionit, si autorin e emisionit, Berati dhe Leonardi një linjë tjetër. Edhe nuk e kishin asnjë problem. Berat Buzhala u përloj, keme njerëz në për Facebook-un e për studio televizive, veç që nuk u shoheshin me non, të nesërmen, qatë njerën e marsha në frontal. As nuk e kish problemin, ma të vogël me thonë... Pa një mesazh pëse e thirë, se mos e thirë me kur në jetën vetë, as Berati atër, as Leonardi, mu nuk më shkur mesazh me më thonë, pse ke marrë këto? Apo këtë dyqysh, është një sen që na duhet më shumë, që kjo sene që mungojnë për medium. Besoj që qmota, në përbisejnë kjo edhe të sektori arktusa dhe të autorët e emisioneve, që janë absolutisht lirë me bëjt që ka të dojnë, kërtojnë që ka të dojnë në soazat të profesionalës dhe të... Se për ndryshë që, për me shembulli konkret për këto që nuk janë këto inatet edhe të mysafirve, edhe të pse e thire këto, mos e thire ato në gjëna tila është, mysafirë prisu të klanit ka artetin. Problemi që unë kur i të gjej kolegët të tjerë që realisht dërgojnë emra të mysafirve për me të regu kush është në emision, që mos më thirën të tjera pak absurde është, për sidomos për dinamiken që sot... Qërë për mduket na autorët e televizionit të shtatë kemi të rësishme më marrë vesh me njëri tjetërin fillimisht kështu, si arsimit kur i thash arsim,
tash, a ka der tash nëse mësafirin tëndën e kam më kanapet. Edhe Leo e ka një të mirë, që Leo, po të shë nesër ditën, të dhe kështë pas mësafirin e Arsimit, edhe nuk ta zgonë shumë se të beson edhe dim për çfarë arsye e ke. Këto është, domethënë për me që duhet me pranu patjetër që kjo energji edhe kjo liria për cilën po fol edhe Lani që është shumë e rëndësishme vjen prej larta, është rrjedh realisht. Okej, Leo në këtë rast si drejtor, Lani, Arsimi në këtë rast si kryeredaktor dhe edhe me gjithë të tjerët. Vjen po për shembull çfarë ky krijohet domethënë që nuk mund të pas lirinë absolute dikush që nuk beson. Ti beson në një, ti beson shpendit, ti din që ti ja jep lirinë shpendit për shkak se ti shpendi nuk e ke përdorur. Shpendi është i mirë. Po, apo edhe nuk e ke përdorur sa të liri që ta jep as drejtori as kryeredaktori. Kështu që apo ky besim është për shkak të dëshmisë që e kanë prezantuar dhe kanë dëshmuar secili njeri që punon këtu. Amer, e pyete Leon, po të pyes edhe ty krahas këtyre që i folëm, çfarë dallon të shtashi për mediave tjera? Unë ty të kam shok dhe e di që e njeh shumë mirë skenën mediale teknike, domos këtë pjesën argëtuese mbi gjitha, po çfarë dallon diçka tjetër krahas këtyre që i tham? Po. Na kur kemi realisht se si Ekspresi si të shtatshit kanë qenë shumë të pranishëm në rrjetet sociale. Edhe mendoj që gjëja kryesore të shtatshit, domethënë për është që kjo që është si media shumë e pranishme në rrjetet sociale, është edhe shumë e pranueshme. Shembull në Kosova na ndodh shumë shpesh mysafirët ku janë në studio derisa ka një temë dhe një zhvillim ton kohën për shembull janë Ekspres dhe edhe që kjo është bartë edhe të shtatshit. Është që kjo energjia për cilën po flas, sepse ndoshta është pak klishe kjo më përdor, po shumë e rëndësishme, është energjia, janë njerëzit, është atmosfera në përgjithësi, edhe mbi të gjitha që është shumë e rëndësishme është kjo liria për cilën Lani folja, si në sektorin informativ po edhe ashtu. Momenti më i mirë joti jam në të shtat profesional, cili me thonë që ka qenë, që po besoj edhe mbas shumë viteve, pavarësisht 10 vjetorit, 10 vjetorit, ti do ta mbash mend gjithmonë deri në momentin që jemi. Po, ardha në të shtat më kanë ndihmuar shumë edhe më ka pjek në aspektin e producentllokut mbrapa kamera, pra si producent. Mëngjesi ka qenë dhe është emision që ka përgjithësia, sepse janë tematika të ndryshme, personalitete të ndryshme, po ashtu zhvillime të ndryshme. Ti e di ne kemi pas zhvillime aktuale që në ora 7 vazhdimisht kemi qenë live, ka qenë shembull tërmeti në Shqipëri, ka ndodhur shembull shpërtimi të AKI-ja, më pas ishte arrestimin atë kohë Jakub Krasnic, gjitha këto ne kemi sjell që në mëngjes krejt live. Kështu që formati i mëngjesit pjek shumë. Të shtatshit, domethënë momenti gjëja më falendërues jam këtë pjesën, pra që jam pjek profesionalisht, sado që komendoj që jam goxha e mirë, po gjithsesi përvoja bën të veten edhe në këtë pjesë, ka pas shumë momente të mira, ka pas shumë projekte të mira. Një prej se ndoshta çudime për me këto, por një prej emisioneve që e kemi xhiruar edhe që jemi kënaq realisht, është një prej emisioneve të vitit 3 që është realizuar në periudhë pandemie. Nuk e di, ndoshta kjo. Po, festë në të shtatë. Ndoshta fakti që njerëz kanë qenë mbyllur, edhe ai xhirim në arat që me u pa me shumë të tjerë, ishte atmosfera shumë e mirë. Nëse në ton kohën me ata litër njoftimat, policinë kishin para lokalit, po edhe ka dalë realisht energjia. Po që ka dalë shumë mirë, po ka qenë shumë një periudhë e mirë e realizimit. Ka vlerë shumë sepse transmetimi ka qenë shumë i shikuar, sepse ishte mendem kohë të masave gjithë. Kështu që pranë kohë pandemie, po çfarë kënaqësie me bëj emisione. Arsim për ty, po pse ke shumë, më thuaj një moment kulminant pasi që e ka shënuar shumë karrierën tënde në këto 8 vite. Ka shumë. Ka shumë, e thash vetë. Jo, duhet për më janë shumë raste edhe kur i përmend, po diçka që e ka ngrit, po them, arsimin po edhe frontalin, ka qenë një përballje që unë kam pas me ish-këshilltarin e Albin Kurtit, Shkelzenin. Është ajo intervista e famshme. Më frontali deri në atë kohë ka qenë emision normal, në kuptimin ka qenë një magazin informative me informacion me mysafir në studio. Po biseda me Zenin dhe përballja që kam pas me to ka ndikuar që frontali ka filluar më shiku më ndryshe. Ai ka qenë momenti kur, si më thon, frontali ka qenë kështu dhe e ka mri në mojën të cilën nuk pelshon dot. Ka qenë një moment tjetër arrestimi i Nasim Haradinajt, që më ka arrestuar, si më dha në dorë. Unë kam dalë me prit Nasim Haradinajt si musafir në studio, kanë ardhur dhe Ulekse dhe kanë pa u përshëndet me to, i kanë dalë përpara. E tani lart petkut gazetari, si të bëri me undje? Unë iva keq, merr keq bile në distancë, kam thënë Nasimit, Nasim po më vjen shumë keq. Se s'disha çfarë më thos se dëgjosh më dok sikur ma morën dorë. Një kujtim shumë i keq për të dhe për të shtatshin kështu si. Po, absolutisht, sepse tash raporti jam dhe i neve me Nasimin ka qenë i jashtëzakonshëm për një moment kur e sheti që ty ka vendosur një kordon i policisë e Uleksit në atë kohë dhe Nasimin anën tjetër edhe ti metesh edhe kur gjë tjetër veç tash Nasim po më vjen shumë keq. Edhe Nasimi që i kupton edhe absolutisht. Ky ka qenë ndër ato momentet më të veçanta, ka pas shumë të tjera, ka pas momente
të mira, ka pas momente të këqija, apo den që i kena kalu që janë të prekshme dhe të natyrshme për shkak të profesionit që e bojnë. Unë kur i prezentova tash që kam kryer redaktorin, po dhe producentin ekzekutiv të televizionit, tash ju të dy keni punë pak a shumë ngjajshme, merresh me deskun informativ, me pi personazh, ndërsa Amiri merret me emisione. Sa është e vështirë që me qenë i mirë për të gjithë? Pyetje për të dyta, që me i kuptu, nuk e di, kërkesat, dëshirat, transmetimit, gjithçka që me mos me qenë i njanshëm, me qenë i mirë kuptueshëm, me i kuptu nervozat, mlefet e atyre me cilën ke punë Arsim. Që kur je i mirë me të gjithë, nuk je i mirë me veten. Unë që 8 vjet, po ndoshta edhe gjatë jetës tam, gjithmonë fatkeqësisht kam vendosur me kanë i keq me veten dhe me kanë mirë me të tjerët. Kjo është ngarkesë shumë e madhe, sepse në punën që e bëjmë na, në jetën që ne zhvillojmë, nuk mundesh me kanë i mirë me të gjithë, nuk mund me kanë gjithë mirë. Po pozicioni ta imponon qatë sjellje, po kupton. Kështu që kam vendosur me kanë keq me veten edhe me kalu mirë me të tjerët. Si ka shku? Si për mua është e munimshme. Po, andaj po pyes. Për mua është e munimshme që apo kupton, po sepse bëhen mirala, çajnë zyre, rrefehen, kanë lefe të ndryshme, kanë strese të ndryshme, të cilat patjetër që do të jemi. Kur redaktor, shpend kur je redaktor, se më thonë je ajo ndërmjet drejtorit dhe punëtorëve jetë. Unë kam pas çet fat. Domethënë krejt ato probleme, nervoza, shqetësime, gajli që i kanë pas, fillimisht kanë ardhur te unë. Shumicën nga ato i kom nal, apo kupton? Edhe të tjerat eventualisht kanë shku më lart. Dhe kjo është një ngarkesë që kuptimin jo është profesional, po dhe emocional, edhe njerëzor, edhe shpirtëror, po kur e ki pozitën e tij, duhet më ballafaqosh edhe me të tilla situata, të cilat po mendoj që dhe që tash ku menaxhu mirë. Nuk dyshoj. Amer? Po, është një kështu, pozita përveç, le ta themi, prestigjit që të natyrisht që ka shumë përgjegjësi. Nuk e që kjo është çmimi më i madh që po e flasim, a? Po, natyrisht. Edhe në Silon, realisht kum zgjedh me qenë i hapur ndaj të gjithëve, kum zgjedh mos më marr asgjë personale, edhe me qenë shumë i hapur me të gjithë. Çka do qoftë me kritika, qoftë me lëvdata, qoftë me gjitha që janë në interes të punës, natyrisht që përballesh në radhë parë me karaktere të ndryshme. Lani e di shumë mirë sot, gjeneratat kanë ndryshuar. Ndryshe kemi qenë më herë, ndoshta edhe, trijem edhe na lam, po gjithsesi ka ndryshuar shumë gjenerata dhe qasja atyre sot është komplet ndryshe. Kështu që edhe ti duhesh me u përshtat me atë qasje që realisht me arrit në një produkt të rëndësishëm, sepse duke pas një pozitë të tillë nuk shkon ti me ul, me debatu, me vërtit edhe me ndar rrugë, nuk shkon, realisht duhesh me sidomos kjo gjenerata re, gjenerata Z, që po besoj keni punë të dytë me të, kanë komplet një këndvështrim tjetër ndaj punës, ndaj angazhimit, ndaj gazetarisë dhe pastaj duhet goxha një luftë e madhe edhe me vetën edhe me profesionin që duhesh me te i kalu. Do më thonë për më pas sukses duhesh me qenë i hapun me të gjithë, mi thonë të gjitha përballë, edhe mos me marrë kurrë personale, është gjithçka profesionale. Realisht edhe unë mundohem vazhdimisht në bisedat që i kemi, ndoshta ti mundesh me marr një mbledhje, mundesh me jep kritikat, mundesh me qenë i tensionuar, mas asaj mbledhje vazhdon e pi një kafe normale edhe sepse është profesionale, s'ka asgjë. A merr ti dikur po edhe Arsimi sot punë me student keni pasur. Do dua di pak gjenerata të reja, sa e vlerësojnë punën që e bëjmë ne. Domethënë sa e kanë motivimin e duhur për të bërë televizion Arsim edhe për të qenë kaq shumë të përfshirë mbase sa jemi ne. Në fakt ndoshta zhvillimi i këtyre media të tjera jashtë televizionit ja ka zbej atyre dëshirën për me qenë shumë prezent nëpër televizion. Unë edhe kam punuar me studenta, edhe jam habit pak për mungesën e ambicieve që ata kanë për punën në televizion, punën në media në përgjithësi. Kur e krahasoj me gjeneratën tim kur unë kam student, unë kam mjaftuar veç mi pa një gazetar ose një moderator rrugës, mi pas ka qenë ndjenjë veçantë. Tash nuk është ashtu. Nuk ju duket interesant kur ti ofron mundësinë për më punu në një medium, sepse zhvillimi i teknologjisë, zhvillimi i mediave i ka ofruar ata me gjithçka, i ka ofruar me botën, i ka ofruar me forma tjera të komunikimit dhe nuk e shohin televizionin si adresë ku ata mundën me shkëlqy. Mundën me shkëlqy, po thënë, dhe më befason, më shqetëson, se nuk vrej shumë entuziazëm, nuk vrej shumë ambicie. Unë veç ka e kom rokat radio televizioni Kosovës, se kom pas një farë emocioni. Tash njerëzit i thret marrë me punu edhe thot jo, nuk du me punu, sepse kom zgjedhë me punu kamarierë, apo kom thënë. Që kjo është pak shqetësuese për gjeneratat e reja, tash kur diskutoj me kolegët të mi, thamë nashta edhe e krahasoj me gjeneratën tonë, thamë na duhet mi po që
ka ndryshu gjithçka. Nuk do të na me matë me atë kutin tonë kur na kem qenë atë. Ka u zhvillu gjithçka, ka përparu gjithçka dhe po, gjërat e reja sot nuk flajnë televizion për me nis një format. Nuk bëjnë natën këto për më bogati për nesër. Mase nuk e di, ata dhe mund të thonë vetë që pse është më mirë sepse vlerësojnë vetën më shumë dhe për një pak kënaqësi e lënë punën ose duan zhvillohen më shumë. Po, që kjo përveç mungesës së ambicës që tha arsimi është edhe mos dëshira për me sakrifiku pak. Do të thotë nëse një gjë shumë minimale që mundet me që nuk i pëlqen, ja të gatë shumë një herë me ndërprej bashkëpunonimin, po bashkëpunimin. Mu më shumë të çka më pengon realisht sepse ka, domethënë ka të ri që kanë brumë dhe janë shumë të talentuar dhe natyrisht edhe interesi jon është me i pas dhe me u rrit bashka, me u ndihmu edhe atyre. Po që nuk më pëlqen që vjen në një moment, do më thotë, ai momenti është shumë shpejt, kur e marrin një hop shumë të vogël edhe mendojnë që gjithçka përfundoi aty. Edhe realisht veç i bëjnë dëm vetes. Por gjithsesi teknologjia ka bërë të veten, rrjetet sociale kanë bërë të veten, TikToku sidomos e ka bërë të veten, edhe nuk mund me që sot do të thotë ka një lloj dëshire më të madhe ndoshta që më qenë më in edhe më të pranishëm në TikTok se sa në media. Mbas edhe paguhet. Si influencer sot tani arsyeja të rinj të synojnë punën si influencer sa punën si gazetar. Që kjo tani është rëndësishme që thash që ka dallon të shtuar, që ndoshta tu e di që rëndësinë e rrjeteve sociale, kjo prania shumë e madhe kaq e lehtë neve si media në rrjetet sociale është shumë pozitive dhe është shumë dalluese edhe me media të tjera, me televizione të tjera. Po. Është shumë e rëndësishme. Arsem, cilat janë, po besoj që ka dhe shumë për atyre që inspirohen, ka kjo intervistë dhe dëshirojnë të bëhen gazetara, nuk e di. Çfarë bën një emision të suksesshëm? Unë kom tregu, kur folshëm edhe me studentë edhe me gazetarë të rinj në gjithë domethënë unë çka vlerësoj të dikush që bën emision dhe çka konsideroj që do të më konë është originaliteti. Domethënë momentin kur ti ke vendosur me konë original, ai që suksesi është i garantuar. Po se edhe këto bisedat bën mi bë me studentët gjatë gjithë kohës. E vërtet edhe sigurisht gjëja e parë që do të më bëni gazetari i ri, një autor i emisionit, do të më dash punën, do të më dash profesionin, do të më dash punën, do të më sakrifiku, do të më flejt në redaksi për me kallëzu sukses. Mirë, po ajo çka unë e mbi të gjitha vlerësoj është me qenë vetvetja. Si në emision, si në redaksi, si në rrugësi. Kjo mendoj që është çelësi i suksesit për një gazetar të suksesshëm, për një autor të emisionit, për një projekt që fare do që zgjat dikush. Me kanë vetvetja. Po, përveç kësaj natyrisht është që është shumë e rëndësishme sot për ritmin në cilin po punojmë, është me qenë konsistent. Domethënë sot ka një interes shumë të madh që emisionet me qenë ditore. Do të thotë ti me qenë shumë i pranishëm çdo ditë, pavarësisht që është shumë problematike kjo. Do të thotë ti sot me bë emision një herë në javë në televizion është vështirë, si mos me bë fare emision. Kështu që për me qenë, domethënë edhe suksesi e përmbledh kjo pjesa e konsistencës, patjetër vazhdimisht do të me qena, do të me punu. Këto viteve të fundit çfarë ju pengon një trend mediatik që bëhet jo vetëm në Kosovë dhe në Shqipëri, po global? Çfarë ju pengon? Se nështë i takoni gjenerate pak më tjetër sa mirë që përmene rrjetet sociale. Mu ajo që më shqetëson është ideja që ti me bën diçka përmëdhës. Domethënë ndikimi i rrjeteve sociale ka dëmtuar televizionin. Na nuk mendojna që me pasë një emision të mirë, një musafir të mirë, një intelektual mirë, po na mendojna me qëtë idenë që të ndikuar nga rrjetet sociale. Në shërbim të tyre, ha? Po, që kjo për mua është problematike dhe une nuk e synoj ato, sa do që ti nuk mundesh me shmonga. Po, absolut. Me gjatë për mua është rëndësishme edhe kur e bëj emisionin, dhe për mua është rëndësishme momentin kur unë kom zgjedhur musafir të mirë, kur unë kom zgjedhur një njeri që lidhet me temën për cilën na kemi trajtuar, për mua nuk ka hiç rëndësi sa dhezaj në rrjetet sociale. Mos ma po modest tash, kështu. Jo, po ju i takoni në gjenerate pak më të re. Jo, ju i takoni në gjenerate pak më të re që të ke funit e ju arsyetoj. Unë mendoj që kjo e ka dëmtuar shumë median tradicionale, televizionin këtë rast, dhe unë munduna me qëndru besnik qasoj. Mos me vrapu shumë pas klikimeve. Mos me vrapu, po se kesh të ja bën një disë dhe Balja. Jo, dhe po i vjen mirë kur i qesim videot në për Instagram. Edhe bën virale që unë thash, nuk e përjashtoj, po mu vje kesh pse fokusi është qanej. Apo kupton. Unë gjithë e përmendë që nuk është vetëm tek ne, është global, sepse vjusat po vinë edhe me temat mira, edhe me përmbajtje, edhe me mysafir të mirë. Çka?
mu që ka unë pengon mas shumë të, dhe më thonë, është që në përgjithësi njerëzit e ka një farë lloj përshtypje të keqe, edhe dhe më thonë, e ka një farë analizë negative për televizion, nëso që realisht nuk është gjithçka zë, nuk është kaq keq sa e përshkruajnë. Shembull, tash me qenë se jam edhe në Kosova Live çdo ditë, dhe realisht aty na vjen çdo temë me diskutu e të çdo fushë. Na për shembull kemi pas tema edhe për këtë pjesë jam shumë i lumtur. Realisht kemi trajtuar tema shumë të rëndësishme dhe shumë serioze për këtë shoqërinë tonë me panele shumë të zgjedhura dhe që kemi diskutuar në shumë dimensione apo njerëzve të rëndësishëm. Por që ato nëse i shikon ti në rrjetet sociale nuk janë tema që kanë vjuesa e që sot është trendi e gjëra të tilla. Edhe mendoj që mediat sot, përveç kësaj pjesës virale, bojnë gjëra të mira, bojnë debate të mira, bojnë debate konstruktive, kanë njerëz të mirë, trajtojnë tema të mira, por gjithsesi tashmë është edhe një lloj interesi edhe te audienca, sepse nëse është dallimi pra në mes kësaj temës së rëndësishme, shembull, dhuna në shkolla që kemi diskutuar dhe një debat krejt tjetër që ka të bëjë, nuk e di, me martesat, me moshën, ose çka do që është, po, ti vjusat i ki këtu, nuk i ki të ky debati që është shumë ma me pesh. Kështu që mendoj që mediat bojnë punë të mirë, nuk është që nuk bojnë punë të mirë, sidomos televizionin në këtë rast me po flasim, nuk është kaq zë, që disa e shohin. Arsem, cila është intervista më e shikuar ajo t'ja këto 8 vite? Ku e ki rekordin, jam shumë kurioz ta di. Hajde, mos jemi tek këto. Ndoshta intervista e fundit, se nuk e di kështu për 8 vite, po intervista e fundit. Cila është më viralja? Tash unë nuk më ful për storit virale për shkak se unë nuk jam i atyre. Nuk është viralist. Por megjithatë posh intervista e fundit Hoxhës. Behar Mikiçit kishte arrit miliona shikime. Edhe unë kur kom vendos me ftu zotin Mikiçi, as ide nuk e kom pasur te klikimet që eventualisht mund të bëj. Thjesht konsideroj që është një profil i një hoxhe çfarë i duhet pra mentalitetit kosovar. Mos harroj që po dhe rrëfimi që e ke në Burg është një nga intervistat më shikuara të... Ajo është tjetër. Mirë po flas për hoxhën, e kom ftu thjesht si një profil i një hoxhe çfarë i takon atij muslimanit tradicional që e kem në Kosovë. Intervista me Fatona Irizin është një nivel tjetër. Po, sepse ka kapur e di që në atë periudhë ke qenë shumë fytyra jote çdo dyta video në TikTok, pikërisht me atë intervistë. E vërtet dhe më vjen shumë keq për mënyrën se si kanë portretizuar Faton Hajrizin të ndjerën tashmë, për shkak se unë kam thënë në media në Shqipëri, unë kom fol për Faton Hajrizin për shkak se unë kom njoft edhe kur ka qenë fëmijë, një edhe familjen e tij. Dhe unë kom dashur në intervistat e mia edhe me Faton Hajrizin, mirë po edhe për Faton Hajrizin, kom dashur me shfaq Fatonin e mirë ndryshe për asoj të cilët... Portretizimi që kishë bëmarët. Që i ka bë. Edhe ku marr kritika edhe nga kolegët, po dhe nga njerëzit, pse unë kom tregu që me gjithat ato veprat që ka bë Faton Hajrizi, ajo është një djalë i mëshëm, është një djalë i mirë, dhe Fatonin e ka bë kriminal sistemi. Mënyra se si është trajtuar në Burg, mënyra se si kanë trajtuar institucionet e UNMIK dhe të Republikës Kosovës. E po thua që kritikat i keshe pikërisht pse hapësira që është dhënë. Hapësira, mirë po edhe pse ti po flet edhe në aspektin pozitiv për Fatonin, dhe unë e kom dasht, sepse unë e kom njoft Fatonin për te asaj që të tjerët e kanë njoft dhe e kanë portretizu, unë e kom njoft pak më ndryshe, dhe kom dasht që të pjesën pak më ndryshe me shfaqë në ekran, dhe ka pas kritikat shumëta, po sigurisht unë e njëna mirë për faktin që unë e kom trajtu Fatonin qësh realisht do të më trajtu edhe dikush që është në Burg për veprat që i ka bërë. Pastaj edhe nënën e tij e di që ka qenë një rast në cilën... U kriju tani më pas edhe një relacion pak më edhe më i fuqishëm që ekziston edhe sot, madje nëna e Fatonit her pas here më thret në telefon, më shkon, më fton madje për më shku me vizitu dhe mu më vjen shumë keq se si ka përfunduar historia e djalit të jashtëzakonshëm. Amer, jemi në prag të një vjetorit e Kosova Live-it, kur ke qenë fundit ke qenë Majden në fol pikërisht për nisjen e Kosova Live-it dhe tha arsimi sa shpejt shkojnë vitet, po e shoh që sa shpejt ka shkuar ky vit me Kosova Live, që të ka rikthyer në ekran dhe më bëhet shumë qefi që sot kemi çdo ditë për orës 12 me formate me tema që i përmende vetë edhe më herët. Si ka qenë ky vit në rikthim të transmetim për ty? E di që ke pasur shumë intervista të rëndësishme, intervista ekskluzive, ishte intervistë me Shpat Kasapit që pas disa muajsh pastaj nuk është më dhe vdiq, kështu që sa ka qenë dinamik ky vit me Kosova Live, ha?
Shumë dinamik. Domethënë as idenë më të vogël nuk e keni, domethënë sa dinamik, po ju mundeni me marrë mend se jeni këtu. Tash në vetë domethënë unë kam qenë me ato pikë pyetje të algoritmit. Apo jo, po në fakt jam shumë i lumtur se. Edhe di arsimi çka të thaj. Edhe çka është kryke, domethënë çast nuk i thekë në fakt mesazhe që e marrë këtë kryme. Po mirë ke bë. Faleminderit. S'ka jap mundësi tjetër. Domethënë jam i lumtur që ka dalë fiks ajo çka unë kam dashur, në kuptimin që mund ka pëlqyer shumë dinamika e këtij formati. Sot formatet e 12 janë bërë shumë të rëndësishme, sepse më shumë se kur ka ngjarje sa ndonjëherë realisht edhe nuk arrin me i përmbledh në brenda një emisioni. Domethënë ka ndodhur në një edicion na kemi pas 9 tema të ndryshme. Llogaritët tash 3 panele kemi pas me të ftuar me debat, edhe të tjerat me lidhjet online. Është e vështirë mirë se po besoj që një natë më herët ndodh gjithçka, po kjo dinamika shumë e madhe e zhvillimeve që ndoshta është vështirë që se s'të tema e çon deri në fund, sepse ndodh diçka tjetër që ta dush me ndjek. Na ka ndruar emisioni të hy, domethënë në 12 kanë qenë gjithçka gati, qoftë headlines-at, qoftë diskutime, qoftë pamje, qoftë mysafir, dash me ndru. Këtu çka duhet patjetër është një falënderim sepse stafi bën çdo ditë punë të jashtëzakonshme. Secilit prej tyre domethënë duke një spej, domethënë stafit të emisionit Drilonës, Suzit, Ajdës, më pas natyrisht stafi teknik që është shumë i rëndësishëm, montazhat, kamermanat, regjia që është punë zinxhirore, po në fakt dinamika pas sa të duash. Domethënë jam shumë i lumtur që ajo dinamika domethënë më përmbush në aspektin profesional sepse nuk ka një temë të vetëm. Është e vështirë, është e vështirë. A jemi shmançë se këtu marret? Po nuk e di, më ne ka ndodhur kohën e duhur, edhe në momentin e duhur, kështu që mirë që ka ndodhur. Çam pëlqen dhe në frikë që kam pas dhe kam diskutuar me Amir. Sa është krenar me Kosova Live. Po, jam shumë krenar. Dhe ka shpreh thon ta. Ka shpreh krenarina, se na para se me filluar emisioni, patëm diskutuar me Amirën dhe me Drilonën me gjithçka tjetër. Ajo që më pëlqen edhe tash pas këtij viti po vërtetohet që ajo është që këta megjithatë përkundër asoj tendencë të rritëve sociale gjithçka tjetër, këta e kanë ruajt nivelin, e kanë ruajt nivelin sepse ne e dim në skenën mediatike kosovare ka shumë emisione të tilla të cilët janë gjendje me bërë gjithçka veç për klikime, këta megjithatë e kanë ruajt dhe kjo ka bërë të veçantë dhe kjo ka treguar që këta para së gjithash janë profesionistë edhe pa teori konspirative. Edhe pa teori konspirative. Kjo mbi gjithas. Kjo është nuk është profesion që na sot merrem me tonë i sërkinë, domthonë kjo është si më thonë, jetë gjatë edhe emisioni edhe profesioni, kështu që na nuk guxojna me testu veten me ato teoritë konspirative që nesër pas nesër mos e pas arsye me dalë në ekran. Kështu që kjo është një dëshmi edhe një nivull që këta kanë pas sukses edhe kanë vazhduar gjatë. Besoj që po. Edhe një detaj, ndonjëherë realisht ky format nuk është edhe i lehtë për me u bën. Domethënë edhe në cilësinë e prezantuesit, për shembull shpandesh shpesh ata që si u kqyras për shkak të temave. Pjesën e parë se kqyri asnjëherë, domethënë ka shumë kronik zez që nuk preferoj me nis ditën. Po, në 2 edicione më kujtohet shumë mirë dhe fatkeqësisht në të dyat kam qenë vetë. Një ka qenë gjatë verës realisht, ka ndodhur që realisht 2 orë gjys kanë shku komplet me kronik të zezë. Ka qenë rasti kur ishte vrasja e 3 fesh në Gjilan. Kjo ndodhi në vikend, ishte vrasja në Prizren. Dhe derisa ne atë ditë po merreshim me këto raste, ndodhi vrasja tjetër në Prishtinë. Do të thotë është vështirë përballueshme ndonjëherë energjia që arrin me qenë profesional dhe më largu pak prej kronikës të zeza. Duhet patjetër, sepse rrëfimet që i dëgjon, domethënë kemi pasur edhe shumë rrëfime të dëmshme, ndoshta për mu lidh me lanin këtu që kjo besueshmëria që njerëzit e kanë tashmë edhe zgjedhin që pikërisht Kosova Live me qenë studio ku e shprehin rrëfimin e tyre, japin rrëfimin e tyre, po në këtë rast natë sa do të dëmshme edhe vështirë. Ju një të dy vetë pavarësisht që jeni shumë profesional, të dy jeni shumë empatik. E vërtetë. Ndaj ngjarjeve të dëmshme, andaj është vështirë se për dallim prej meja, nuk trajtoj kronikë të zeza dhe unë kam pas para, ndoshta nuk e ka një muaj që unë kam pas një intervistë me zotin Muçulli. Nga familja Muçulli që kanë humbur masakrën që kanë ndodhur në Poklek. Shpend nuk më ka ndodhur kurrë, sepse nuk kam trajtu tema, kam pas personazh të ndryshëm. Nuk më ka ndodhur kurrë, pe fillimit dhe në fund mos me mujt me lal lot. Nga rrëfimi i tij, nga historia e tij dhe familjes tij. Është se shpesh diskutohet që gazetarët duhet me kanë mos me derdh lot. Po, atë diskutimi i madh, duhet apo nuk duhet me qenë. Mendoj që është gjithashtu njërësore se s'ke ku me ikë emocione pavarësisht profesional sa dush, por kur ke përballë një rrëfim të tillë është e pamundur. Kur ai dhe tregon që 4 fëmijë që i kanë pasur ju kanë vrarë, ju kanë masakruar, ju kanë djeg. Edhe te me kriju një farë distancë emocionale për shkak se unë jam gazetar, jam profesionist, nuk bën me jo. Domethënë gazetari do të më shfaqë emocione. Dhe këtë përvoj absolutisht sepse na jem njerëz para se me kanë gazetar, çka do tjetër.
Nuk mund është jashtë, më tepër kur historinë që ai tregon pak a shumë i takon familjeve që po ashtu kanë humbur luftë. Dhe nuk mund është Bile mendoj që këta që ruajnë lotin dhe mendohen të jenë profesional, gjykohen pak nga publiku, sepse nëse qajnë ata duke e pa intervistën dhe ti vazhdon që ndrosek dhe ti ngushtosh ndjenjat e tua nuk... Çfarë njeri je ti kur nuk derdh lot, kur flet një njeri që kanë masakruar komplet familja. Fëmija, gruaja, nana, baba, motra, nipa, mesa. Dhe të do me kriju një distancë për shkak se unë jam gazetar, jam profesionist, dhe unë nuk rëmbena nga emocionet. Na im njerëz, na kemi emocione, na prekëm. Dhe absolutisht është, më duket e panjerëzishme kur njerëzit janë të ftoftë në raport me ato histori që fare njerëzit të tregojnë. Arsimin e pyeta, cila është intervista që për cilin je krenar ose tema për cilin e krenar se që ke arritur ta trajtoni Amir në Kosova Live? Jam për shumë tema, sinqerisht kemi diskutuar tema shumë të rëndësishme për fenomene që fatkeqësisht kjo shoqëria jonë përballet çdo ditë. E thash një prej tyre, ka qenë dhuna në shkolla, kanë qenë vrasjet e vajzave, grave, e shumë fenomene të tjera. Dhe për ato që jam i lumtur që kemi arrit me pas njerëz kompetent të shkrit fushave për me diskutu. Pra, ai nuk është një debat edhe një diskutim për vjusa. Është një diskutim edhe një debat për me, tek e fundit, për me kryer emisionin tonë që postjera që kemi, si gazetarë dhe si media. Kështu që më bëjnë shumë të lumtura që kemi pas rastin edhe kemi çdo ditë me trajtu edhe në këtë mënyrë temat serioze. Dhe para së gjithash na jemi qytetarë të vendit që neve na vjen shumë keq për ndodhit që ngjarjet që ndodhen. Para disa ditësh po më pyet njëri për zhvillimet politike kur presidentja e shpërbajti parlamentin e Kosovës më tha që po tash ju keni temat mjaftueshme për me trajtu. Tash shiko tash mu më dhem për këtë vend, kur na nuk kemi në institucione, kur ne vetë të nuk arrijmë kriju institucione të reja, vijnë zgjedhjet dhe më pas shkojmë në zgjedhje tjera, domethënë është na para së gjithash jemi edhe qytetarë të vendit që na vjen shumë keq për ato çka shohim dhe për ato që raportojmë. Okej. Përndryshe vetëm një detaj dua ta një pjesë shumë e dhëmshme e kësaj shoqërie është kur njerëzit vinë në studio televizive më kërku drejtësi prej institucioneve të drejtësisë. Është shumë e dhëmshme, ne kemi pas një prej rasteve që i ka vdekur djali në një aksident dhe ishte babai kjo rrugalitë se televizionin në studio po pikërisht këto po e thash edhe më herët që mediat nuk janë kaq zisot, mediat po bëjnë punë të mirë, edhe janë studio televizive, janë pikërisht televizionet media që qytetarët e zgjedhin për me ardhur dhe për me tregu problematikën e tyre, se ndryshe nuk kalon ky zëre. Edhe shumë edhe më shumë ide gjust, sidomos prindërit për fëmijët e tyre që vinë në studio kërkojnë drejtësi prej institucioneve të drejtësisë. I kam të pyetje shpejta sepse regjia po më thotë që jemi ka fundi. Përveç frontalit dhe Kosova Live-it, një emision tjetër që e doni dhe e shikoni rregullisht këto. Nuk e shikoj, po e du kanapen. Kanapen, okej, Lan? Qëre, për shkak punës do të mi përcjell, domethënë shumicën. Po unë për momentin, në kohëve të fundit, edhe për shkak natyrës së emisionit, jam shumë i lidhur me debatet politike. Okej. 2 miq që keni krijuar në televizion, në të shtatë, 2 miq më të mirë. E di që keni shumë Lan, po përmend 2. Jo, kam shumë, jo s'moj me përmend 2, kam shumë. Ose mikun më të ngushtë që keni krijuar në televizion. Për Leonardin që unë kam pas mik edhe para këto, mirë po, kur kom marrë këto e kom njoft një dimension tjetër Leonardin, për çka unë jam shumë i lumtur që kom njoft ashtu. E kom njoft anën njerëzore të tij që ka shumë rëndësi. Sepse miq që je me këtij deskun dhe me këtij televizion realisht unë e di, po të pyeta kështu. Po për ata nuk po duam me nda këta sepse secili është më i mirë se tjetri më secili. Amira mundesh me nda jo, s'po ndaj asnjë, sepse realisht ka shumë na, domethënë kemi ardhur me ty me Adelinën si shoqëni e ngushtë që vazhdojmë me qenë, po edhe këtu stafi ka qenë jashtëzakonshëm, ka njerëz që sot vërtet i konsideroj shumë të afërt, kështu që jo, s'po ndaj asnjë. Okej. Mujtet të thoni emër, po. Jo, unë për shkakun se s'po di. Nuk po di brenda të shtatshit. Për me unë nuk moj sepse unë i du stafin me të cilin punoj, po edhe ata me të cilët nuk punoj, po sigurisht kam një farë përgjithësi si kryeredaktor, po... Okej, di, po i thamë gjithsesi se... Po, dy prej tyre realisht tash është Liridona, është edhe Elena. Edhe Elena, okej. Redaktorja. Po, dhe redaktorja. Thuaj Elena, thuaj. Ja për me nuk moj se... Genci? Jo. Hajde, po ti përmend. Len, shpancë. Shkodrani? Jo, bile unë du edhe ata që tashmë nuk janë. Po, s'ka dert, përmendit gjithë më rrëdhe për ata që s'janë. Po, për me nuk moj sepse se cilën për arsye të ndryshme, se cilën e du dhe kam një relacion. Ani kur e shohin ata intervistë kanë me ta bëni tim, kështu pse s'm tamu pse unë ju falenderoj shumë që ishit në studio. Shpresoj që jo të 8 po të 10 më shumë ti bën televizion dhe të jemi bashkë të tretë kështu një. Arsi falenderoj shumë.